Në këtë sifir të parë dua të uroj çdo besimtar musliman agjerim sa më të lehtë. Pasi që agjerimi është sakrifica më e madhe që bën njeriu për Zotin e vet. Zoti ka thënë çdo vepër që e bën njeriu e bën për veten e vet përveç agjerimit që e bën për mua dhe unë e di si shpërblej për ta. 3 gjëra Zoti ka mbajtur në qeta. Ditën e Kiametit, do me thonë fundin e botës, që nuk e din kërkush përveç Zotit. Gjithashtu ka mbajtur vdekjen e secilit njeri që s'e din kërkush përveç Zotit, edhe shpërblimin e agjerimit që prap nuk e din kërkush përveç Zotit, se Zoti ka thënë shpërblej pa kufij. Po ashtu në këtë muaj na muslimanët kemi edhe 2 gjëra shumë të rëndësishme, siç është nata e Kadrit, për të cilën Zoti ka thënë është më e mirë se 1000 muaj, dhe kohën e iftarit. Për kohën e iftarit, siç e di Musa a.s. ka folur me Zotin drejt për drejt pa ndërmjetësim. Dhe një herë në një bisedë me Zotin i ka thënë: "O Zot, a do ta ketë kush këtë mirësi me kanë që ka qenë afër me toj, domethënë, siç jam unë që tash." E Zoti ka thënë: "Po, do të vjen një kohë që do të jetë një popull që do t'ju thohen buste dhe gjoja e tyre për shkak të etjes dhe zorët e barkit do të përzihen për shkak të mos ngrënies, që do të jenë agjerueshëm vetëm për hir të timin. Dhe në kohën e iftarit, kur këta agjerues do të hanë iftar, domethënë do të jem afër me ta që do të kem vetëm një pirdë ndarëse, ndërsa me to i kam 70.000 pirdë ndarësme. Kështu që koha e iftarit është shumë e mirë. Kur unë me ankor iftar, domethënë që për lutje për çdo gjë, sepse jena shumë afër Zotit. Edhe një herë pra agjerim të lehtë për çdo besimtar musliman dhe agjerim të pranueshëm inshallah.